është një prej gjëjeve që largon përçamjen, fitnen mes mashkullit dhe femrës. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: nuk kam lënë pas meje fitne, përçamje më të madhe në dëm të burrave se sa gratë. A ka përçamje më të madhe vëllezër të nderuar, ku një motër e jona del lakurin që enët poshtë në e të gjithë ne i ngulim sytë ka jo. E fitne përçamje, e zina moralitet. Po kur po kalon dhe një motër muslimane, apo i shkojnë sytë dykuna ka jo, na moralitet apo në zina. Jo. Pra ndër për nga zërën fitne më madhe është kjo pra. Kur femra zbuluar lakuris, i ngacmon mashkull. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë: keni frikë dynjan dhe gratë, nga se përçamja parë që fotët sjellin tek njerëzimi janë gratë. Në përmjet lakuris tyre mund të sjellë edhe përçamja fitja dhe me muslimanëve. Vëllezër të nderuar, po me hijab çka bën? E kënaqim Allahun azza wa jalla. Motra muslimane cila ka hijabin, e ka mbulesën, ajo ka kënaqë Allah, asaj nuk interesojnë çfarë i thot komuna, çfarë i thot qeveria, çfarë i thot baba dhe nona. Pse ajo me prind vetin nuk pe kënaq askën përveç Allahun azza wa jalla. Me hijab arrit kënaqësia Allah. Prandaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: kush mundohet ta kënaqë Allahun duke i kryer obligimin ndaj tij dhe i hidhron njerëzit me obligimin që ka kryer ndaj Allahut, Allahu kënaqet me atë. Po dhe njerëzit do të kënaqen me ta. Do të bën Allah që ata që janë hidhruar do të kënaqen nesër me ty. Por ata që e hidhrojnë Allahun duke i kënaqur njerëzit, Allahu i hidhruar me ata, po do të bën që ata njerëz që kanë qenë kënaqur një ditë do të jenë të hidhruar shumë me ty. Ky është morali i hijabit. Ky është deri i hijabit që e jep motrës muslimane me të vetmin qëllim për ta kënaqur Allahun azza wa jalla. Edhe në fund, hijabi vëllezër të nderuar është obligim që të dojmë llogari nesër para Allahut azza wa jalla të gjithë bijat, motrat, nënat tona për ta. Transmeton nga Safia bin Shejbe, e cila thotë: ishim duke ndajtur te Aisha radiallahu anha dhe u përmendën gratë kureshite dhe vlera e tyre. Në këtë rast Aisha radiallahu anha tha se me të vërtet gratë kureshite kanë vlerë. Mirë po unë nuk kam parë si kur gratë e ensarve. Kureshit ka qenë gratë Kureshve në Mekë, ensarve në Medine. Dhe ato kanë pas vlerë shumë mëdha. Dhe Aisha thotë, unë e kam parë dhe ti vlerë tyre, po gratë e ensarve kanë shumë ma shumë vlerë. A thua përse? Aja merr një shembull thotë. Kur zbritja ajeti kuranori surat Nur, le të vinë gratë, le të vendosi gratë shamin deklarore të tyre, dhe burrat të të tregoshin grave të tyre ensarve, bijave tyre, nënave tyre këtë ajet, ato të nxitonin, shpejtonin me mbulu kokat e tyre, si shenjë respektim ndaj fjalës Allahut azza wa jalla. Ajete kuranore të cilat ne cituam dhe të ndëruar, duke bërë me dije se hijabi është obligim dhe është kënaqësia Allah. Me çfarë të drejtën sot na kundërshtohet? Kjo drejt elementare, thelbësore njerëzimit. Dhe thirrën kisë të arsimon femna muslimane, të arsimon femna shqiptare, se është shumë e pravanbetur. Edhe ata bën çkamtare apo se vetë mbulesën i hijabin që ata të ndalojnë motrat tona. Po turpi nuk është ata, po tek ne. Se para pak kohë ne kemi qitur personalitë të nderuar ata. Përveç dy antarëve të partisë drejtësi, të gjithë unanimisht kanë
marrë vendim që motrën time, motrën tuaj, binën tuaj, mos e lojë të arsimohet në shkolla. Prandaj në fund, kemi një komunikat nga Këshilli Bashkisë Islame të Prishtinës, të cilën ne do t'ja citojmë. Komunikat e Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë, lidhur me iniciativën e Kuvendit Komunal të Prishtinës për ndalimin e bartjes familjes në shkollat e Prishtinës. Jemi të informuar se me datën 25/2010 në Kuvendin Komunal të Prishtinës, vetëm me 2 vota kundër nga Partia e Drejtësisë, është votuar propozimi për ndalimin e shamis në shkollat e Prishtinës. Atyre të cilë u besuam dhe u allam votën. Ata marrën një vendim anti-regjon, anti-kushtetus, që cënon të drejtat fetare të komunitetit shumicës musliman. Nga Këshilli Bashkisë Islame i Prishtinës, si dhe Bashkia Islame e Kosovës, janë shumë të prekur dhe të shqetësuar lidhur me këtë propozim të Këshillit të Kuvendit Komunal të Prishtinës. Kjo sepse njerëzit tonë në mënyrë hipokrite mundohen të pengojnë të drejtat e vajzat tona për arsime. Duke ditur se bartja shamis në fejnë tonë islam është obligim fetar, e nuk është simbol që pengon apo provokon dikon. Lidhur me çështjen e fjalë, kërkojmë nga ata që mundohen të marrin vendime të jashtëligjshme në Kuvendin Komunal të Prishtinës, të mos e bëjnë një gjë të tillë, sepse kjo konsiderohet ndërhyrje në të drejtat dhe liritë e qytetarëve tanë. Ne si Këshilli Bashkisë Islame të Prishtinës, këtë çështje të trashëtojmë në debat publik, ku kërkojmë nga ju xhamatit të nderuar që edhe ju të kontribuani kundër këtij vendimi që të qindeni. Duke ju falendruar për kontributin tuaj, ju përshëndesim me selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.